Me lot në sy dhe emocionet të papërshkrueshme, sot në aeroportin e Prishtinës kanë filluar të kthehen haxhilerët nga Kosova, të cilët këtë vit e kryen obligimin e haxhit. Ndjenjat dhe përjetimet që i shoqëruan gjatë këtij udhëtimi shpirtëror, haxhilerët thonë se janë vështirë për të përshkruar me fjalë. Ata kujtojnë me emocione Çabën e bekuar, xhaminë e pejgamberit, ditën e Arafatit, Muzdelifën, si dhe shumë momente të tjera të veçanta gjatë këtij rrugtimi. Çështja e haxhit është çështje që është shumë vështirë me përshkruar me fjalë, është çështje që përjeton me shpirt, është një vizitë që nuk e harroj për jetë, është një ëndër e kalmosme që kam pas me vizituar vendin sajtat. Po e kam përjetuar në kënaqësi të madhe, sidomos në Arafat, aty kemi paraqitur këtë ndjenjë para Zotit, aty kofshëm fal, me kërku falë për gjitha veprimet që i ke bë. Në shpresë që me na kthye në Kosovë nga haxhi, me gabim me gjënat fajna, sikur qysh në kalin nëna atë moment që në kemi dalë në këtë botë. Unë kam shkuar edhe për Gjermanisë, po edhe kjo ka qenë perfekt. Kam shkuar para 7 vjetë, tash kam qenë për nonën. Ditën e Bajramit i kam mush 70 vjetë, atje në Mekë. Kështu që për vjetë që i kam nuk kam pas asnjë problem, në kam vjetë. Prej Muzelifës deri që kam marrë te hoteli që kemi kryer obligimin. Shpirtëmisht kemi kaluar, kemi përjetuar shumë mirë. Për stepërmi. Kjo është kënaqësi për ne. Veç një apel është pe meje që me shku sa më tri, se tash edhe janë smut pak e nuk janë ashtë fort, e pak ka ma problem. Nuk ku ma gjenu që e një vetën ka shumë mirë, shumë bukur, s'ka qysh ma mirë. Qysh s'kemo emocione, sa vjetë e kena pritë këto më shkuar? Me të vërtet, konë ndjenja, kur ke shku atje, ndryshon edhe mendja, ndryshon edhe qasja, është thuj se komplet një ndjenë këtë tjetër. Domthonë nuk e ndodhin gjëra që trupi të udhëheq, jo ti, po trupi, shpirti të udhëheq, ndjenja për atë vend, tani më kur të lejsh është ndjenja hala më e mërzitshme. Haxhilerët veçojnë gjithashtu organizimin, të cilin e cilësojnë si shembullor nga Bashkia Islame e Kosovës. Sipas tyre, kujdesi dhe përkushtimin e haxhilerëve ishte i tillë sa u kishin lakmi edhe haxhilerët e vendeve të tjera. Organizimin mes ministrive edhe këtu vakufit tonë ka shku perfekt. Asgjë s'ka munguar, këtë ka qenë në rregull. Obligimet i kena kryer shumë mirë, edhe jemi lodh pak, po për çfarë na shku. Tjerë kanë qenë të mirë, shumë të mirë, joni ka qenë perfekt. 2 javë, 3 javë para se me shku në haxh, të gjitha veprimet tona edhe sa me dal me hec me ushtru kom na ka sugjeru edhe na ka shkru në WhatsApp në grup. Kështu që atje i kena pas kaq punë në rregull. Edhe atje na ka shkru deri sa që tash tha, unë tash i them milan të mirë, mirë pofshëm. Na ka nejtë tepër gati, na ka shpjeguar çdo detaj, çdo send, nuk ka që kena hasë në diçka që s'na ka paralajmëruar më herët. Por gjithçka domthonë përgatitja kom perfekte. Në ditët më të rëndësishme të vitit dhe në vendet e shenjta, haxhilerët thonë se kanë bërë lutje të shumta për familjen e tyre, për Kosovën, si dhe për dëshmorët e vendit. Përveç familjes patjetër na lut edhe për shtetin tonë, për Bashkinë Islame, për mënyrën se çysh na kanë thash edhe portit, që na kanë udhëhequr që kanë diçka që është e mrekullueshme, lakmi për vendeve tjera që na kanë marrë, mënyrën çysh na. Kështu që gjithçysh si kena harru shtetin, gjithçysh na lut edhe për shahid, domthonë dëshmorët e vdekën lut, pa të cilët na kishim mujtë me shku në atë vend shahid, më lut Zotit. Fal jetës atyre që kanë dhënë për këtë vend dhe për neve. Jemi lut për gjithë familjen, shok, djem, gjitha që me shku si e mas mirë i puna, se lutja atje pranohet. Për vetë, për familje, për rreth, për këtë muslimanët e kësaj bote kemi lutë me i falë Zotit. Në orët e hershme të së premtës, u kthye grupi i parë i haxhilerëve, ndërsa gjatë ditëve në vijim pritet të kthehen edhe grupet e tjera. Këtë vit gjithsej 1576 haxhilerë nga Kosova e kryen obligimin e haxhit, njërin prej 5 shtyllave të Islamit.